Siç e kemi përmendur, domethënë te ky kapitull, te kapitulli I parë, kemi disa zanore kur grupohen me njëra tjetrën, domethënë nuk lexohen ashtu siç shkruhen, siç e shohim domethënë këtu e dhe u e lexojmë si oj, për shembull nuk themi e u ropa, po themi oj ropa, ose tek fjala Freund, mik, domethënë e u lexohet si oj, heute, sot e kështu me radhë. Shembujt janë të shumt natyrisht, por neve kemi përmendur disa prej tyre. E dhe I kemi thënë lexohet si ai ose ai. E kam shkruar me j. E rëndësishme që shqiptohet afërsisht si ai. Pra, ta zëm tek fjala mein, nuk themi mein, por themi mein. Apo tek klein, nuk themi klein, por themi klein, I vogël. Natyrisht shembuj të tillë ka përplot. Më pas tek I dhe E, si grupimi I zanoreve, lexohet si I por e zgjatur. Ta zëm themi sieben, liebe, viel. Pra nuk themi ta zëm fil, ose liebe, ose sieben. Domethënë e zgjasim pak in, I, sieben, liebe, viel, e kështu me radhë, shembuj të tjerë. Natyrisht dhe kjo A, që është me 2 pika sipër, pra umlaut, bashkë me U, kur ndodhen bashkë, lexohet prap oj. Sepse e kemi përmendur A me 2 pika sipër në shqiptim është si afërsisht si e. Për shembull atje kur e kishim tek Apple, apo jo, mollët, shumës. Pra themi hojza. Nuk themi Hauser, ose Traumen, por themi Träumen. Träumen, për të ndruar, pra shfolje, ose hojza, e kështu me radhë, shembujt e tjerë. Atëherë, plotëson në vijim këta 2 shembuj, pra si themi fëmia im, pra cilat zanore duhet I vendosim aty, afër njëra tjetrës, dhe tek folja ëndroj, pra unë ëndroj. Ich, çfarë duhet të shtojmë aty tek këto 2 vende, pra cilat zanore duhet t'i vendosim, pra cilat shkronja që përbëjnë, po themi diftongje, në ndryshe njihen edhe si diftongje, kështu me radhë. Ka dhe rastet e tjera sikur këto, por natyrisht ne po përmendim disa prej tyre. Shpresoj t'u ketë ndihmuar kjo sa të pak. Mund të shkruani në koment si e shkruajmë fëmia im ose ëndroj. Pra është për qëllim ich, unë ëndroj.